Një nga emrat më të dashur dhe më të respektuar të muzikës shqiptare, Alban Skënderaj, ka ndarë me publiku një lajm të papritur dhe prekës. Pas shumë vitesh karrierë të sukseshme, këngëtari i njohur ka vendosur të jap fund rrugtimit të tij muzikor. Me një mesazh të sinqert dhe emocional, ai ka bërë të ditur se ka humbur motivimin që dikur e shtynte të krijonte, të performonte dhe të jetonte për muzikën. Ky vendim ka tronditur jo vetëm fansat, por edhe gjithë botën artistike shqiptare, për shkak të peshës që emri i tij ka pasur ndër vite. Alban Skënderaj nuk është thjesht një këngëtar, ai është një simbol i ndjeshmërisë, i teksteve me përmbajtje dhe i melodive që kanë lënë gjurmë në breza të tërë. Në deklaratën e tij, ai rrëfen se dikur çdo moment të ditës e lidhte me muzikën. Edhe kur dilte për një kafe apo kur udhëtonte, mendimet e tij ishin të mbushura me ide për këngë, vargje dhe kompozime. Por sipas tij, ajo ndjenjë pasioni është venitur dhe zjarri krijues që dikur e udhëhiqte është shuar. Pavarësisht suksesit të padiskutueshëm që ka shoqëruar karrierën e tij, Alban Skënderaj ka zgjedhur t'i kushtohet plotësisht jetës familjare. Ai është shprehur se dëshiron të jetojë këtë fazë të jetës pranë bashkëshortes dhe fëmijëve të tij, duke përfituar nga çdo moment që koha i ofron. Një dëshirë e thjeshtë, por e thellë për të shkëputur nga skena dhe për të lidhur më shumë me gjërat që i japin kuptim jetës së përditshme. Stafi dhe ndjekësitë e tij kanë ofruar mbështetjen maksimale për këtë vendim. Ata e kanë përshëndetur guximin për të folur hapur dhe për të ndjekur atë që ndjen me shpirt. Në një botë ku shpesh arti përkthehet në presion, Alban Skënderaj ka zgjedhur sinqeritetin dhe qetësinë. Ai mbetet një nga figurat më të ndritura të skenës shqiptare dhe trashëgimia e tij muzikore do të jetojë për te i kohës. Muzika e Alban Skënderajt nuk do të harohet kur. Këngët e tij do të dëgjohen për dekada me radhë, duke shoqëruar momente të rëndësishme në jetët e shumë shqiptarëve. Edhe pse ai largohej nga skena, ndikimi i tij do të mbetet i gjallë. Jemi krenar për gjithçka që ka dhënë dhe ju urojmë jetë të lumtur dhe të qetë pranë familjes së tij. Po ju çfarë mendoni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.